një definicion pak sa ofenduar sa që dhe mirë. Ata në ty, ne ta mbi u gojë flet me vesh, do me thënë smunë. Do ka vetëm një situatë kur me të vërtet harroj të flatë, kur flitet për mu. E kam shumë kanë që edhe s'jam mësuar, s'jam letarë, s'jam bashkënimtarë. Promovuar një promovuar atë një libër në Macedoni. Këtu në shumë miqë, edhe me miqë tonë duhet të sillesh miqësisht, duhet të jesh i sinqert, edhe këtu e kam më së lehti ta përdor atë që e kam përdor tër jetën, gjatë kësaj moshe, gjatë viteve sa kam shkruar, sa kam folur e kam kuptuar një gjatë. Që gabimin më të madh që mund ta bësh është nëse e mundon veten me atë që është mendime të mëdha, që do t'i fascinoj njerëzit, nuk mund, se nuk ka, është do t'jesh një mesatar në dio që të mendosh se mund të fascinosh ti ku janë edhe 20 veta, të gjitha ata e më të mençur se ti. Andaj, mendimi më i mirë është ai pari që të vjen. Këtë filozofi unë kam përdorur edhe me klientën time. Domethënë, ka vende ku duhet të jesh plotësisht i sinqert, që të mund edhe ta shpresh atë që do të thotë. Kuptimin sa i përket letërsisë sime dhe tregimeve të mesazhit të mesazhit të çliç të sakt. Gjithë që kanë ditur e kanë thënë aty është shkurtër. Rrugëtimi jetësor është ai përapërsisht që sa aliu. Por gjatë gjithë atij rrugëtimi, ka pas ëndra, që të shkruaj. Unë ato çantë të mia gjithmonë të tjerët ka pas diçka, ose një shishe me rasti, ajo që ka pas nevojë, në çantën time kishte gjithmonë libra, edhe një fletore ku unë shkruaja dhe kur nuk e dija se si po tërë libra, apo si do. Edhe mirë po një jetë të fatë nuk fat. Njeriu përpos talentit, përpos punës, fatë që të mundoj, duhet ta ketë edhe një fat vogël që të takoj njerëzit që e duan dhe i besojnë. Mua kjo më ndodhi. Po sa që kjo më ndodhi në rinjitje. Për shembull, në kohën kur nuk ke njëjtje shqipen, kur them nuk ke njëjtje shqipen, mendoj për shqipen letrare, se në shtëpinë time gjithmonë është for shqip, po ajo shqipja kur në një fjali me 20 fjalë shpesh me një slave. Domethënë ai jargoni i çfarë. Edhe në ato mua aq më mirë më pranuan në rinjitje, sa që unë vërtet më kthya të besim, se unë kesh më binte edhe turp të kthehen në mjedis shqiptar, se çdo njeri normal ka shkon pyetën, si e harrove gjuhën anëtare. Unë gjuhën anëtare harrova shkaku i shkollimit, shkaku i asaj se një herë në muaj bia 20 orë në fshatin tim. Shkaku i asaj që unë isha tipik atë që them shpesh, janë qeverisë të shqiptarët nuk ka përfunduar